të pandirurit Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj me shënimet personale si në shkresat e lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 1 të akt akuzës lirohen nga akuza. Për veprën penale bashkëkryrje vrasje rend. Atër kur do që i loti, atër gjykata themeluar në pej, Departamenti i Krimit Trona, trupi gjykues në përbërjen nga gjyqtari Leon Përlaska, kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Shoq Suri dhe Arvel Mustafa, anëtarët e trupit gjykues, në çështjen penale ndaj të pandihur Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj, për shkak të veprës penale, vrasje e rënd nga 173, paragrafi 1, në paragrafin 1.1, 1.5, 1.8, 1.11, lidhur me 31 të KPRK-s, i pandihur Halil Mehmetaj për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rënd, nga 132, lidhur me 173 paragrafi 1, në paragrafin 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 të KPRK-s dhe ndaj të gjithë të pandihurve, Halil Mehmetaj, Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj, për shkak të veprës penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, nga 366 paragrafi 1, lidhur me 31 të KPRK-s, sipas aktakuzës së prokurisë themeluar në pej, Departamenti për Krimit Trona, PP një Romak 27421 të datës 5/5/2023, trupi gjykues vlerësoi se kjo gjykatë është kompetente në pikpamje lëndore dhe territoriale për të vendosur në këtë çështje penale dhe se nuk ka nevojë për i hapjen e shqyrtimit kryesor. Andaj duke vendosur për çështjen që është objekt shqyrtimi, trupi gjykues një zëri në emër të popullit merr këtë aktgjykim të pandihurit Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj me shënimet personale si në shkresat e lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 1 të akt akuzës lirohen nga akuza. Për veprën penale bashkëkryrje vrasje rënd nga 173 paragrafi 1, në paragrafin 1.1, 1.5, 1.8, 1.11, lidhur me 31 të KPRK-s, i pandihuri Halil Mehmetaj me shënimet personale si në shkresat e lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 2 të akt akuzës lirohet nga akuza për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rënd nga 132, lidhur me 173 në paragrafin 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Për veprën penale si në dispozitivin 3 të dispozitivit të akt akuzës, i pandihuri Kastriot Mehmetaj lirohet nga akuza, që ka të bëjë me veprën penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga 366 paragrafi 1, të pandihurit të Halil dhe Kreshnik Mehmetaj me shënimet si në shkresat e lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 3 të akt akuzës, shpallën fajtor, për shkak të veprës penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga 366 paragrafi 1 të KPRK-s. Trupi gjykues, lidhur me pjesën dënuese, vendosin në mënyrë unanime, andaj në kuptim të 364 Kodit Procedurës Penale dhe dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, gjykon të pandihut Halil Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kozgjate prej 3 vitesh, i cili dënim do të ekzekutohet pas pritshmërisë së këtij aktgjykimi, e në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim. Të pandihut Kreshnik Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kozgjate prej 1 viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas pritshmërisë së këtij aktgjykimi, e në dënimin e shqiptuar llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim. Për pjesën dënuese, obligohen të dënuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej nga 300 euro secili, ndërsa në emër të fundit për kompenzimin e viktimave të krimit të paguajnë shumën në lartësi prej nga 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotësishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. Në lidhje me pjesën liruese të këtij aktgjykimi, shpenzimet e procedurës mbeten në barrën e mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. Konfiskuan fishek të përshkruar si në dispozitivin 3 të aktgjykimit, të dëmtuarit udhëzohen në kontest juridiko-civil, ndërsa të pandihurve u ndërprehet masa paraburgimit me atë vendim të veçantë. Ky është vendimi i kësaj gjykate sa i përket këtij rasti, e vendimin e pranoni në afat të arsyeshëm ligjor
ku I keni edhe arsyet e kësaj gjykate. Ditën e mirë. Vazhdo.